Jo vetëm Ergjys Agasi, por dhe shishet e tij të verës që kapi një vlerë prej qindra miliona lekësh janë zhdukur pa lënë asnjë gjurmë. Një tjetër skandal është zbuluar nga organet e drejtësisë, ku kësaj herë dyshohet se fshihet I afërm I Ergjys Agasit, I shumë kërkuar nga SPAK në dosjen e bujshme të Akshit, ku dyshohet se përmes dhunës janë paracaktuar fituesit e tendrave publik. Vizion Plus mëson se Prokuroria e Tiranës ka shpallur në kërkim Eno Agasin, I cili akuzohet për veprime që pengojnë zbardhjen e të vërtetës, kontrabandë madrave dhe pastrim parash. Eno Agasi dyshohet se është personi që ka zhdukur nga kantina Ergjys Agasit shishet me verë që kapin e treg shifra marramendëse. Burimet tregojnë se kur hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit shkuan në banesën e Agasit, zbuluan një kantinë me vlerë dhe sipas procedurës, ato njoftuan drejtorinë e doganave për shkak se vera ishte kontraband. Doganat pasi bën inventarin për gjatë disa orëve për llogaritë një dëm prej 400 milion lekësh buxhetit të shtetit nga mospagimi I aksizës. Për shkak se ishte natë dhe nuk mund të bëhej transporti, malli u la në ruajtje në vil. Nuk dihet se cilët kanë qenë personat që kanë patur për detyrë ruajtjen e objektit, por të njëjtat burime bëjnë me dije se pikërisht gjatë natës dyshohet se Eno Agasi e ka hequr verën dhe më pas ka hequr gjithashtu dhe serverat e kamerave të sigurisë. Ditën tjetër, kur autoritetet doganore mbërritën në vilën e Ergjys Agasit, gjetën kantinën të boshatisur. Ndërkohë Ergjys Agasi dyshohet se ndodhet jashtë shtetit në Arati së bashku me biznesmenin tjetër Ermal Beqiri. Dy biznesmenë dyshohet se kanë marrë peng një tjetër biznesmen dhe kanë kërcënuar që të heqë dorë nga ankimimet për tendrat të Akshit. Në këtë dosje gjithashtu në rrjetën e SPAK përfundoi dhe drejtuesja e këtij institucioni Merlinda Kaçanaj dhe zëvendësja e saj Hava Delibashi, të cilët u lanë në arrest shtëpie.